Ajo çka desha me të pyete rastet me pacientët me problemet spontane, po e quaj që na kuptojnë edhe qytetar. Koronarografia është njëna prej atyne intervenimeve që duhet jetë e shpejt në momentet kur pacienti po përballet qoftë me një infarkt, qoftë me një gjendje jo shumë stabile. Kemi për shembull disa raste kur metodat tjera nuk mund të aplikohen, sepse ne janë të kontraindikuara. Kështu që vetëm metodë e cila jep saktësi në diagnostikimin e tij është koronografia. Sidomos për shembull tek ne thëmë sindrom akut koronare, ose ndet është infarkti miokardit. Dhe ajo është metodë që masari do të aplikohet edhe mjekimi sëmundjes, përveç që bëhet diagnostikimi, aplikohet më njëherë edhe mjekimi dhe varësisht tash prej rezultatit. Po për fat mirë ne kemi pas rezultate shumë mira deri më tani këtu. Nuk kemi pas se ka më përpara ndonjë rast në fatalitet, por gjitha kanë shku mirë. Dhe shpresoj që tash do të kemi rezultatet e ngjashme. Dhe kur e mendojmë që na jemi duke folur sot edhe me doktor Nazimin që të gjitha shërbimet, siç themi ne prej A deri në Zh në spital, prej konsultës deri te hospitalizimi bëhen, këtu përfshihet edhe pakot e sëmundjeve të zemrës. Nuk është vetëm kjo që po flasim ne, po edhe parandalimet, edhe trajtimet, edhe shërimet, edhe hospitalizimet për sëmundje të zemrës, gjitha bëhen në spitalin e rezonanca. Ne folëm për metodat invazive, metodat intervencionale, që është koronografia dhe stentimi. Mirë, po në spitalin e rezonanca dy bëhen gjitha. Edhe ato do të jenë invazive, duke filluar prej realizimit të EKG-s, mandej ekokardiografia për ultrazoni zemrës, ergometria po stres testi, mandej monitorimi i tensionit të gjakut 24 orë, monitorimi i EKG-s 24 orë, 48 orë, mandej CT-ja, do të rezonanca magnetike, gjitha do të mund të realizohen tek ne. Dhe për fat të mirë do të gjitha deri më tash ka shkuar shumë mirë. Me një rezultat jashtëzakonisht mirë. Normalisht kur ka profesionistë si ju që bëjnë këtë punë, doktor Agim, mos bëhemi modest tash. Faleminderit, po nuk po mund të më thonë ndoshta vetëm unë, po në përgjithësi ekipi që punon këtu është jashtëzakonisht i mirë.